Në pagzim, ati thot Jezusi, ti i biri i dëshirit. Pak krisa më poshtë, Jezusi shkon në shkrejtjerë, në vendin e vetmisë, të heshtjes, të takimit me Zotin, por edhe të tundimit. Djali e tundon Jezusin, pasi dëshiron të vendosë në dyshim dashurinë e atit. Tundimet që jetojmë edhe ne. Tundimi i parë është ai i sferës fizike, i bukës, i gjërave materiale. Gjërat materiale janë të nevojshme për të jetuar, por nuk na ofrojnë lumturinë e vërtetë. Tundimi i sferës psikologjike, tundimi për pushtet, për lavdi, rrezikojnë që të bëjnë që ne të harrojmë dhuruesin e çdo të mirë, Zotin. Dhe i treti ka të bëjë me gjërat shpirtërore, dyshimi në dashurinë e Zotit. Në këtë javë mund të pyesim me si me të lirë nga dëshira për të zotëruar gjërat, të tjerët dhe planet e Zotit në jetën tonë.